Mirëmbrëma të gjithëve. Ekspertja e sigurisë së Bankës së Anglisë jep alarmin. Krizë bankare shumë shpejt shkak I prezencës së jashtëtoqësorëve në këtë planet, pra I alienëve. Po, e dëgjuat mirë. Nuk është se e shpika unë, por ky është një lajm që e bën New York Post ose e bën edhe Independence dhe gazeta të tjera ose portale të tjera tepër serioze në botë. Dëgjojeni me kujdes sepse ky është jo vetëm lajmi I fundit, por është I bujshëm. Pse? Sepse një ish eksperte, pra ish eksperte e sigurisë së financave së Bank of England, ka qenë një analiste që ka punuar për një kohë të gjatë për Bank of England, I shkruan governatorit haptazi në një letër të hapur, pra I shkruan një alarm dhe I thot bëuni gati për një krizë bankare. Pse mund të shkruaj një gjë të tillë dhe të shkruaj governatorit dhe haptazi një analiste e bankës, pra një analiste e sigurisë së financave. Pse duhet ta bëj këtë? Shiko, kjo deklaratë vjen pikërisht pra pas deklaratës që bëri Barack Obama. Nëse mbani mend para 3-4 ditëve kemi bërë dhe një video ku Barack Obama flet haptazi dhe thot që alienët ekzistojnë. Unë nuk I kam parë, ne nuk I kemi mundur që t'i kapim në Area 51, por unë besoj që ata ekzistojnë. Pra, Barack Obama filloi që të korrigjonte ditën tjetër duke thënë që unë e kisha mendimin për në univers, jo për këtë planet, dhe fill pas deklaratës së Obamës del Donald Trump. Presidenti Trump thot publikisht gjoja në avionin e tij, në piloti I Air Force One, I bën pyetjen çfarë mendimi ke ti për deklaratën e Barack Obamës dhe çfarë mendimi ke ti nëse ekzistojnë alienët ose jo. Dhe ai me telekamerë të ndezur, pra ky piloti, I thot presidenti me telekamerë ndezur I jep përgjigjen dhe I thot që unë nuk di për alienët sepse s'kam informacione, por do t'i zbuloj. Dhe fill pas kësaj, ditën tjetër, pra sot, del lajmi që Donald Trump ka kërkuar zyrtarisht Pentagonit dhe shërbimeve sekrete që të hapen dosjet dhe të flitet për alienët. Tani, fill pas kësaj, çfarë shkruhet? Shkruan ish analistja e sigurisë së financave të Bank of England dhe I shkruan governatorit që një krizë e mundshme, alarm për një krizë të mundshme, sepse tashmë konfirmimi I jetës jashtëtoqësore në planet do krijojë probleme të rënda. Tani, për ata që nuk e kanë kuptuar, nuk është vetëm një thënie, si mund të themi, kështu rrugësh, por është një thënie ose një alarm vërtet I rëndësishëm. Ka dy rrugë, që unë do t'ja u them sepse padyshim shumë për jush më kërkojnë tani po mirë kush është mendimi yt. Unë doja që t'isha I pari që ta thoshe këtë dhe në fakt gjeta mënyrën që t'ja u them sonte këtë informacion. Unë mendoj që pikë së pari që është tepër e rëndësishme, paraja kesh duhet hiqet, duhet të zhduket. Dhe po punohet që prej kohësh që të zhduket paraja. Si do të zhduket paraja? Duhet të gjesh shkakun, sepse është pasoja, pastaj me fjalë shkak pasojë. Duhet të gjesh shkakun që të bësh pastaj pasojën që ta heqësh dhe ky mund të jetë një. Por ka dhe diçka tjetër. Mund të jetë një projekt I hershëm, sepse duhet të dini që qoftë Baba Vanga, por edhe Nostradamus kanë folur pikërisht për vitin 2026, që do të ketë një prezencë të jetës jashtëtoqësore në këtë planet. Si është e mundur që ata që prej vite më parë, thoshin këto informacione, me fjalë nga I morën këto informacione. Mos ndoshta këto janë projekte të ndonjë lobi, apo mund të jetë e vërtet. Ka një diçka, Baba Vanga nuk ishte pjesë e asnjë lobi. Përkundrazi, asaj shkonin dhe e pyesnin. Shkonin nga gjithë bota që pyesnin se çfarë mund të ndodhte me një shtet, me një tjetër, me një sovran apo me një mbret apo me një shkoi edhe Hitleri tek ajo. Pra, nuk besoj që ajo ishte pjesë e një lobi. Atëherë, nëse nuk ishte pjesë e një lobi, si ka mundësi që ajo e kishte parashikuar që atëherë, që në vitin 2026 mund të ketë një kontakt me fjalë do të ketë një kontakt me jetën jashtëtoqësore. Dhe ç'është e vërteta, edhe sikur mos të ketë një kontakt viziv, pra që t'i shohim, të gjitha këto deklarata që po bëjnë nuk ishte ndodhur asnjëherë. Kurrë nuk ishte ndodhur.
Me një fjalë që nga kohrat që mbaj mend unë, deri sot nuk ishte ndodhur kurrë. Në vitin 2019 kam bërë një video dhe kam thënë publikisht që nga tani do ndryshojnë shumë gjëra dhe kështu po ndodh. Me kalimin e kohës, hajt se po dalin, sepse mendja e njeriu është e papërgatitur, siç e kisha thënë. Dhe për ta përgatitur mendjen, duhet me doza të vogla, dal nga dal që ti thuhet diçka. Nxorën disa dosje, dhanë lajmin me fjalë që nuk janë më UFO, por janë UAP, pastaj zgjodhen kush ishin UAP dhe kush ishin UFO. Dhe u zbulua që rreth 40% e atyre objekteve, pra që kishte Shtetet e Bashkuara, ishin UFO. Pra të pa klasifikuara nga ta, për një fjalë nuk dihet se çfarë janë. Dhe tjetra, duke bërë një deklaratë të fortë, qoftë Obama, por qoftë edhe Donald Trump, unë jam i bindur që diçka do të ndodhë brenda këtij viti. Megjithatë, edhe sikur të ishte vetëm një lojë për të tërhequr parat kesh, me një fjalë që po kërkojnë të heqin, pse duhet flisin për alienët? Pse duhet thoshin për alienët? Mund të shpikni diçka tjetër. Pse duhet flisin për alienët? Pra, për të tërhequr parat kesh, ata shkojnë dhe flasin për alienët, nuk më bind kjo. Duhet të jetë diçka tjetër. Pra, mund të shpiknin diçka tjetër, por që prezenca e jetës jashtëtoksore unë jam i bindur që ekziston. Ndoshta në forma që ne nuk e kuptojmë. Shiko, do t'u them diçka. Kemi folur shpesh për perceptimin e njeriut, që është shumë banal. Ne mendojmë që njohim, por shqisat tona janë vërtet banale. Bile, shiko, do t'i them diçka. Në qoftë se flisin, sepse nuk e kam thënë asnjëherë, në qoftë se flisin me një mjeke, apo një shkencëtar, apo një shkencëtare, grua apo burr. Në qoftë se ai ka studiuar ato që i kanë servirur deri tani, edhe ndonë se nuk i ka parë, ndonë se nuk i ka prekur, sepse si mund t'i prek dhe vetëm gjërat vogla mund të prekësh ose të perceptosh gjëra shumë të vogla nëpërmjet laboratorit. Por edhe sikur të jetë ashtu, prap ata japin jetën për atë që kanë mësuar dhe ti nuk ja kthen dot mendimin sot një njeriu të tillë. Siç për shembull bëra një kohë të gjatë që u mundova për të bërë intervistë me të vetme shkencëtare që kemi në Shqipëri, në tonë shqiptare, Hafizin. Dhe kur i bëra një intervistë profesoreshës, fillimisht ajo nuk donte ta bënte, por kur i bëra intervistën kemi ndëjtur 2 orë. Më tha vetëm 5 minuta, por ndëjtëm 2 orë. Pse? Sepse dhe ato pyetje që unë i bëja e nxisin atë që thot paprit pak. E njëjta gjë them edhe sot. Me një fjalë, ti nëse shkon dhe flet me shkencëtar, studios, ku e di unë, profesor, ti nuk ja humbush dot mendjen, sepse ata janë të bindur që bota që e rrethon, atë që kanë parë është ashtu dhe kaq. Pra japin jetën për atë. Por duhet të tërhiqet njeriu pak mbrapa, të qëndroj pak dhe të thotë, prisni pak. Okej, ndoshta ky zotëri ka të drejtë. Pse ka të drejtë? Sepse pikë së pari, shqisat tona janë banale në krahasim me atë çfarë ekziston. Ne perceptojmë 5% dhe atje ka 95% që nuk e perceptojmë. Nuk mund të themi që ekziston apo nuk ekziston. Nuk mundemi. Ne jemi nul në kundrejt asaj që ekziston atje jashtë. Bile do t'i them që nga kohrat e lashta flitet për demonët, flitet për fantazma, flitet për çdo gjë, po sikur të jenë e njëjta gjë. Sepse nëse ka jetë jashtëtoksore atje jashtë, brenda këtij territori, këtu ku gjendemi ne, janë më të zgjuar se ne, mund të bëjnë ç'të duan, mund të sillen ç'të duan dhe mund të shfaqen si të duan. Më thoni nëse unë kam gabim ose jo. Pra, nëse kjo zonjë këtu bëri një deklarat, një alarm kaq të madh, në këtë rast që thot paralajmëron governatorin, duke thënë që përgatituni sepse jeta jashtëtoksore, prezenca ose konfirmimi i prezencës jashtëtoksore në këtë planet do krijojë krizë të mëdha dhe do të ketë probleme të mëdha të financave. Unë them se diçka do të ndodhë. Mbajeni mend këtë, jam i bindur për këtë. Pra, do të ndodhë sepse përveç se ajo është eksperte, por do të ndodhë sepse pikërisht pra shkak i këtyre deklaratave të kohëve të fundit. Dhe ajo, nëse do më pyesni mua, pse ajo duhet të bënte, me fjalë çfarë mendimi ke ti, nëse do më pyesni mua, dhe unë do thoshja, pse duhet të bënte një analist e tillë që ka punuar në Bankën e Anglisë, kaq haptazi këtë deklaratë ose këtë alarm, mund ta bënte shumë thjesht,
Me një fjalë, të shkonte te governatori, i thoshte shko, bëni kujdes. Pse duhet ta thoshte publikisht? Për çfarë arsye? Dhe pse duhet të shkronte New York Post, pse duhet të shkronte Independence dhe të gjitha këto gazetat e mëdha? Për çfarë arsye? Pra, bëuni gati sepse diçka do të ndodh. Mbajini mend që nga viti 2019 ju kam paralajmëruar që nga tani e tuti do ndryshojnë shumë gjëra. Po ndryshojnë, qoftë kufit, qoftë valuta, qoftë digitalizimi, çdo gjë po ndryshon dhe do të jetë akoma më intensive deri në vitin 2030. Pas vitit 2030 do të ketë akoma më probleme të tjera, le të themi, nuk mund të flasim shumë, por deri në vitin 2050 do të zgjas kjo si mund të quhet përzierje ose ky kaos që ka filluar. Unë besoj që ose jam si mund të quhet, jam entuziast, sepse dëshiroj që çdo gjë të jetë normale, por shpresojmë mos të ketë luftra, sepse luftrat pastrojnë një pjesë të madhe të njerëzve. Tani se si do ta gjejnë formën nuk e di, por shpresojmë që jo. Megjithatë, pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë deklaratë fort të kësaj Helen McKay dhe pse duhet i shkronte guvernatorit dhe si është e mundur që ajo thotë që shkak i konfirmimit të jetës jashtëtoksore në këtë planet. Kush e konfirmoi? Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur, natën e mirë, ju përqafoj dhe mos e vrisni mendje sepse edhe sikur të jenë këtu ata alienët që për mendimin tim janë, nuk janë me shefat e mëdhenj, por janë me masën, sepse nëse do të na donin të keqen, do ta kishin zhdukur brenda një dite. Mbajini mend këtë. Kështu që e bëjnë për mendimin tim për të mirën e masës, jo për të mirën e atyre. Pres komentet tuaja. Natën.